Kategoria superiore e kampionatit kombëtar të futbollit ka luajtur të mërkurën të gjitha takimet e javës së saj të 16 dhe Lidhja e Televizionit Shqiptar ka sjellë për sportdashësit emocionet e ndeshjes së zhvilluar në mbrëmjen në Vlorë midis Flamurtarit dhe Partizanit. Pjesa e parë e kësaj ndeshje është mbyllur me epërsinë minimale të miqve, të cilët kanë gjetur golin në minutën e 13 me anë të futbollistit Idris Batha që godet zgjuarësisht në kufijtë e zonës duke mboshur portierin Blenjat duke përshëndetur Letën. Por pjesa e dytë ka folur e gjitha përbendësit që janë më ngulmues në kërkim të golit të barazimit, duke arritur ta gjejnë atë në minutën e 64 me anë të Alveshit. Madje Blenjatët kanë kërcënuar ta përmbysin gjithçka, por Partizani reziston dhe të dyja skuadrat ndajnë kështu nga 1 pikë pas barazimit 1-1 midis tyre. Po në mbrëmje Skënderbeu ka mundur Tiranën 2-0 duke u bashkuar në krye të renditjes Kuksit që më herët ishte ndalur në një barazim 1-1 me Korabin e vendit të fundit. Ndërkohë në dy takimet e tjera të kësaj jave, Laçi dhe Luftëtari korren nga një fitore minimale por mjaft të vyrë në shtëpi përkatësisht ndaj Vllaznisë dhe Teutës.